të caktuar ti tha. Çai bën caktuar, ç'a duhet me pas? Caktuar duhet me kanë, domethënë, vizioni ty në profesional, mu online, me u lidh pak me vizionin tëm profesional, po edhe vizioni fetar, edhe vizioni edhe do koncepte jetësore sana, që me i marrë dhe me ndrejsh mos nej profesionalisht, me investu në ta. Domethënë, kur pe thëm vizione, kam fjallën, nuk kam qef dikush që unë kam ndërtu, kam ndihmu me ndërtu, me pa nesër të punu diçka që mu vjen marrë ose do në ndru televizionin. Thjesht kam qef, ku do që gjuj faren, që ajo pem, u rrit, edhe me pas frutat të shnetshëm. Fuad e përmende dizajnin edhe njëkohësisht animacionin. Çka ndërlidhen ose çka dallojnë këto dyja? Gjithçka që lëviz, do të me pas një dukje. Dukja i takon dizajnit. Qysh duken gjanat është pjesë e dizajnit, qysh lëvizjen është pjesë e animacionit. E që të dyja kur bashkohen e bojnë profesionin motion design, dizajn e lëvizje. është e dizajnume, por edhe lëviz. Për me qenë dizajner, a duhet me dasht për shkak se na sot kemi shumë profesione, të më thonë edhe këto profesionet, qoftë programim, dizajn, të tilla, po konsideroj që jenë profesione që duhet me pas pak shpirt për çato, nuk është veç dëbona, po duhet me pas një farë sensit të fillimeve. A është qështu e po mendoj, apo mund është edhe nëse se ki fort në shpirt, po me trajtim, me trajnime, me arrit? Mendoj që as shofer nuk mund është me vozit qysh me rahati nëse se donë qatë punë që jetë e bu. Kështë që se cili qka do që zedh, dush me desht edhe me pas një vizion për të ardhmen me qatë profesion nëse donë me pas sukses. Sepse nëse se donë, s'ki motivim. Mendoj që dashnia është shkëndia e parë e motivimit për me u marrë me diçka, mas nej rezultati i fillestar të motivon me vazhdu për me mri rezultatin tjetër. E kështu me radhë. Për shembull, suksesi i shkollës të mesme mundet me motivu studentin me vazhdu në fakultet. Po për me pas sukses në shkollë të mesme, du të me pas një shkëndi, du të me desht leximin, mësimin. Mas nej, suksesin në fakultet mundet me, pra është një farë lupi që njëna tjetrën mes motivimit dhe rezultatit është një farë lupi interesant. Pra do me thonë, nuk mund është tonë konë me lyp veç motivim pa rezultat. Rezultati mundet me qenë motivatori i hapit radhës. Po gjithë shka du të me pas një shkëndi, e menoj që shkëndia për me pas sukses në një profesion, edhe me pas sukses në qka do, që vendos me bo, është dashnia për qatë sen që pedon.